Piropali më shumë ka zbritur më në fund me këmbë në tokë dhe e kupton që ato gjëra që ne kemi kërkuar në politikë për 12 vite po i kërkoni dhe jo. Më në fund po e kërkoni që duhet patjetër të luftojmë korrupsionin, të heqim ato që abuzojnë me pushtetin, të heqim ato që vjedhin. Jam shumë dakord me ju, zonja Piropali. I bashkojmë betejës tuaj duke qenë se më në fund e kuptuat kush është e keqja e këtij vendi. E keqja e këtij vendi fatkeqësisht kanë qenë ato ligjet me porosi që kur ke qenë kryetare e kuvendit i ke futur në kalendar. Ato ligjet me porosi për cilat sot i kërkon Komisioni Evropian e Bashkimi Evropian. Kam qenë njëkohësisht kundër edhe reformës zgjedhore të miratuar në këtë parlament. Ju si votuat? Hapim listat për hapim listat, dil dhe kandido dhe i hapim listat. Por të bijem të gjithë dakord që e keqja e këtij vendi është Partia Socialiste. Të bijem të gjithë dakord që sot majoranca i ka shkaktuar vendit dëmin më të madh. Të bijem gjithë dakord që sot jemi në një ngërç prej abuzimit me pushtetin. I bashkohemi betejës tuaj sepse më në fund e keni kuptuar që ky parlament nuk përfaqëson qytetarët.